kur i kanë punu trishkojnat e arta, pa dyshim që ne dojmë që qëllimtarët jenë liri. E dojmë lirinë e të me pa tjetër. Po, du me thonë që trishkojnat e arta i ka beku Zoti në formimin e tyre. Kër i informu trishkojnat e arta, Zoti i bekoj. E kryin misionin me bekimin e Zotit, u lanë me gjak dëshmorëve, me gjak të pastër si kristali, e kryin misionin, e sollën lirinë dhe çlirimin e vendit, e nxorën Kosovën nga errësira në dritë, se edhe bota vodor mbi ne na ndihmoi, dhe ne jemi sot këtu ku jemi. Du të them që këtë këngë këtë këndohet, kjo këngë duhet që mos të ketë dallime partia s'kur gjë. Sepse në hak po gjykon trishkojnat e arta. Ato trishkojna guxon botat që ti njëllos. I dojmë të pastra, se të pastra janë kriju, pastra kryin misionin dhe i dojmë të pastra. Aty është mesazhi. Aty është mesazhi. Kjo është sa është këngë, është mesazh. Edhe besoj që ja ka vlerë që t'jenë buj këto këngë dhe që të prekin në shpirt çdo shqiptar, çdo votari. I kanë bërë me shpirt. Kur i këndon me emrat përveçëm, Eksakt. ka rrezik që dikujt nuk i pëlqen. Ke pas reagime? Jo ku me ditë shka, po edhe pa to jo. Ka ndodhë, kam falmirë Zotit, kam rami në Zvicrë, në Gjermani atje, edhe ka ndodhë nashta një ose dy ekses jo me mu, po publika në rveti. Unë në gjdo mrami, kur shkoj me kënu me performu në mrami, gjdo mrami kjo kanë kërkohet teri 5, 6, 8, 7 herë. Përsëritet. E kërkojnë? E kërkojnë publika shumë. Edhe më ka ndodhë me një vend që u kapën në rveti. E Knova, qëllimtarët i Knova, Si u kapën në memrat e përveçshëm, ma kërkun pastaj një këngë të presidentit të tashëm. Kur fillova me këndu aty, nisën më kapë. Do me thonë, shkoqe partije. E këto po du me të thonë mes emisionit tanë që ku të kënohen kjo këngë, trishkojnat kënohen. Çdo gjë është, trishkojnat e arta janë aty. Që vetë Zoti bekoj me dorën e tij. Po mos t'ishim këto trishkrojna, ne sot këto unë ti s'ishim as të folë. Këto adim besoj. Ama a e shek ku s'ta merr mendja edhe në muzikë, edhe në atmosferë, zihemi ne shqiptarët. Do shta ma mire mos me kënuheq. Nuk po tham shumë. Po ja që ndodh. Faleminderit Zotit jo, po më ka ndodhë edhe çati ku ka ndodhë nuk im ka një kënaqur. Faleminderit Zotit me mua asnjë gjë, po në rveti aty. Okej. Po ashtu ke këndu edhe për Adem Jasharin. Besoj që është një figurë që nuk ka kontestime nga askush. Me folë për Adem Jasharin, të pas privilegj. Unë kam plasin që ma ka pru Zotit që t'i këndoj, që t'ma pret publika këngën time, shumë e falendere Zotin dhe publikën anë e manë në botës ku do që janë. Adem Jashari është një figurë që